Për mua ky buxhet që në start është një buxhet i dështuar, i cili ka në përbërje të tij abuzime me fondet publike, kryesisht, dhe mendoj që në prezantim ka probleme. Megjithatë, unë dua të evidentoj një fakt shumë të rënd, që mendoj ato konsultimet publike që është dhe një kërkesë ligjore, nuk janë zhvilluar me qytetarët. Edhe kam thënë edhe në buxhetet të tjera, për fat keq ju mendoni se duke mbledhur administratën ose disa kryetarë organizatash socialiste, mendoni që bët konsultime me qytetarët. Nuk janë konsultime me qytetarët ato. Edhe mendoj që është e gabuar që të vazhdojmë të themi që janë bërë konsultime me qytetarë, kur ndërkohë janë vetëm thjesht disa mbledhje të organizuara nga kryetarët e rajoneve, cilët janë në varësi të bashkisë, dhe normalisht disa këshilltarë socialistë apo edhe këshilltarë të opozitës marrin pjesë për të tentuar që të dëgjohet zëri i tyre në këto pseudo konsultime publike. Thash dhe një herë, është një kërkesë ligjore, nuk është dëshira jona apo e juaja që të kryen këto dëgjesa publike.